Banorët e Qashkës sot kanë edhe një herë arsye për të festuar, pasi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme ka refuzuar ankesat e koalicionit VMRO-TPMN lidhur me votimet në komunën e Qashkës. Bëhet fjalë për refuzimin e ankesës për parekullsi zgjedhore në vendvotimin 2028 në Mellnis të Qashkës për vendvotimet 2205 ndaj 1 dhe 2205 në Jabollshisht e Epërt dhe vendvotimin 2204 në Jabollshisht të Poshtëm. Suat Shashiri është emri i ri që ka thyrë çdo tabu, pasi është shqiptari parë që do të udhëheqë komunën e Qashkës. Nga ana tjetër, ankesat e koalicionit të LSDM-s përfaqësues e koalicionit tërhoqi të njëjtat në momentin që u mbajt seanca. Gjatë seancës nuk munguan as debatet mes anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesve politik. Antarja Ditmire Shehu tha se përfaqësuesit që kanë qenë prezent në ato zgjedhje, të gjithë kanë nënshkruar se procesi ka qenë në rregull, ndërsa vërejtjet kanë filluar pas mesnate. Mendoj se ky kundërshtim është pa bazë dhe duhet një herë për gjithmonë ne si institucion i vetëm, të cilët organizojmë zgjedhje, të vendosim në bazë të vullnetit të popullit e jo mbasi parashtruesve të listave. Nuk u pëlqejnë rezultatet në mbas orës 23 apo 24 në mbrëmje, në ata momente për çudi fillojnë të kenë vërejtje për procesin e votimit. Në të njëjtën vijë qëndroi edhe nënkryetari i KSZ-s Abdush Demiri. Fakti është se Komisioni Zgjedhor duhet kishte kontrolluar së pari identitetin përmes pajisjes për identifikim dhe më pas të kishte vazhduar në listën zgjedhore, por kjo shkelje është teknike, jo thelbësore. Dhe kjo kishte ndikuar në mënyrë të pakonsiderueshme në procesin e përgjithshëm të votimit. Aq më tepër tregon edhe fakti që votuesi nuk parashtroi kundërshtim për arsye të shkeljes drejtës së votimit në Komisionin Komunal Zgjedhor. Ndërkaq, përveç komunës së Qashkës, KSZ refuzoi edhe hapjen e kutive në Butel për shkak të pajisjes biometrike që nuk ka funksionuar. Sipas ankesës së Aleancës Kombëtare për Integrim, u kërkua anulimi dhe rizgjedhja e komisionit për vendvotimin 2915 ndaj 1, pasi pajisja për identifikim biometrik nuk ka funksionuar.